Para 11 viteve në Beograd ndodhi turpi i madh në stadiumin e Partizanit, ku huliganët serb u futën në fushë dhe sulmuan futbollistët e kombëtares së Shqipërisë, për çka ishte ndërprerë ndeshja në minutën e 41 me serbistë dhe kuqezinjve. E gjithë bota ishte shokuar nga dhuna e bandave serbe në fushë ndaj futbollistëve shqiptar. Ndeshja u regjistrua me rezultat zyrtar 0-3 për Shqipërinë në kuadër të Euro 2016. Media serbe, Sportinho Informer, qartet nga e vërteta që e thot tashmë legjenda e futbollit shqiptar Alban Mea, i cili ishte në stola të ditë. Pas 2 javësh, më 11 tetor në orën 20:45 të mbrëmjes, kombëtarja serbe e futbollit do të presë sërish Shqipërinë në kuadër të kualifikimeve të Kupës së Botës, të cilat do të zhvillohen vitin e ardhshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Takimi i qershorit midis tyre rivalëve përfundoi pa fitues 0-0 dhe për fat të mirë kaloi pa incidente në Tiranë. Shqiponjat kuqezi shpresojnë që përplasja e radhës në stadiumin Dubočica në Leskovac të shkojë gjithashtu pa probleme. Megjithatë, këtë mendim nuk e ndan mesfushori me origjinë nga Kosova. Mea pohon se me serbët, siç thot ai, nuk i dihet kurrë dhe se gjithmonë ekziston mundësia që të përsëritet një skenar i ngjashëm me rastin e dronit të 11 viteve më parë. Serbis nuk i duhet që t'i besohet asnjëherë dhe besoj se futbollistët tanë do ta kenë shumë të vështirë të luajnë atje. Gjithsesi, unë dua që t'ju uroj shumë suksese dhe të na bëjnë krenar me një fitore, ka thënë Alban Mea. Kjo e vërtet e ish futbollistit të mirënjohur nga Kosova, ju dhem shumë serbëve. Media serbe shkruajnë: turp dhe siklet, shqiptari bën thirrje për trazira me Serbinë, provokon ashpër shqiponjat, referuar deklaratës së Meas.